Përshëndetje të gjithëve, ndodhemi sot përsëri në një dyqan Neranzi Organic Market. Jemi në pikën e dyqanit Neranzi në zonën e Ringut, aty ku patjetër si gjithë stili dyqaneve tona gjenden një shumëllojshmëri produktesh. Produkte të cilat pa diskutim janë shumë të shijshme, shumë të freskëta, shumë të larta me vlera ushqyese dhe patjetër që vlen të konsumohen në çdo moment të ditës, por me specifika të ndryshme. Dhe në fakt, sot ju kam sjellë këtu për të folur për një temë mjaft interesante, një temë, le të themi, që i prek që të gjithë njerëzit, dhe është pikërisht gjumi. Sa e sa nga ne në fakt kemi probleme me gjumin, probleme të cilat në fakt hera herës duken sikur janë vetëm nga stresi, por manifestimet e problemeve të gjumit kryesisht ndodhin edhe për shkak të keq ushqyerjes. Dhe prandaj Neranzi, si një nga pioneret e parë në gjithë Shqipërinë dhe në Kosovë, sjell gjithmonë produkte të cilat suportojnë mirëqenien tonë, të cilat më pas rregullojnë dhe gjithë problematikat tona shëndetësore, ku gjumi bën pjesë në këtë problematikë. Dhe në fakt, gjumi si një shqetësim i të gjithë njerëzve, fillimisht vjen nga ushqimi që ne konsumojmë. Si vjen kjo? Duke qenë se ne në fakt për të konsumuar ushqimin, hapi i parë është mastikimi i tij, më pas tretje në stomak, në zor të hollë, në zor të trash, aty më pas të gjitha këto vlera të ushqyese që ne marrim nga ky ushqim, kalojnë në përgëzime të ndryshme, të cilat më pas influencojnë dhe ndikojnë në mënyrën se sa ne ndjehemi të relaksuar. Disa nga faktorët kryesorë në fakt që ne na lejojnë të bëjmë një gjumë të mirë janë pikërisht enzimat. Kur ne konsumojmë ushqim, hapi i parë i këtij ushqimi që të zbërthehet dhe të përthithet nga të gjitha organet tona, nga gjaku yt, nga zorra jone trash, janë pikërisht enzimat. Dhe enzimat në fakt janë disa, le të themi, ushtarë në thonjza, të cilat i zbërthejnë këto ushqime. Ku i gjejmë këto enzima? Patjetër në të gjitha ushqimet që ne konsumojmë. Trupi jon pa diskutim i prodhon dhe në vetvete, por ama ushqimi është një faktor kyç. Dhe unë prandaj sot do fokusohem në një nga dyqanet e Neranzi Organic Market me disa fruta të thata. Frutat e thata në fakt disa herë konsiderohen edhe të pashëndetshme, duke qenë se ne mendojmë se kanë sheqer shumë të lartë. Por në fakt nuk është ky rasti. Ato pa diskutim mund të jenë të sheqerosura, por ama ato përmbajnë sasi shumë të larta të fibrave dhe të enzimave. Dhe marrim rastin konkret me papajen. Papaja është një frut tropikal dhe Neranzi ka qenë një ndër pionerët e parë në të gjithë Shqipërinë dhe në Kosovë që e ka sjellë këtë frut tropikal kaq të veçantë. Papaja, në pamje të parë, ka një ngjyrë goxha intensive, ka një ngjyrë paksa të kuqe, e cila anon në ngjyrën e tullës, dhe shija e saj është e ëmbël, por edhe pak e hidhur. Çfarë bën papajen kaq të veçantë janë pikërisht disa enzima. Papaja është shumë e pasur me një enzim e cila quhet papain. Papaina, në fakt një emër paksa i çuditshëm, por me rëndësi shumë të madhe për ne, vepron drejt për drejt në zbërthimin e proteinave. Dhe pse janë kaq të rëndësishme proteinat ose çfarë influencojnë proteinat? Hera herës shqetësimet më të zakonshme që ne na pengon për të bërë një gjumë cilësor, por më e rëndësishme një gjumë të thellë, sepse të gjithë mund të bëjmë gjumë, por një gjumë të thellë dhe cilësor është paksa e vështirë për t'u arritur, është pikërisht mbi konsumimi i ushqimeve në orët e vona të natës. Kur konsumojmë të sasi shumë të lartë ushqimi, duke qenë se kemi konsumuar proteina, karbohidrate dhe yndyrna, stomaku le të themi mbi ngarkohet. Dhe duke u mbi ngarkuar, e ka të vështirë për të zbërthyer të gjitha këto ushqimet. Prandaj, fruti i papajës, edhe pse i thatë dhe i dehidratuar dhe në këtë formë të tillë mund të duket se ka sheqer, ama ai vepron si një koktejl i fortë me enzima të ndryshme, ku papaina është më kryesorja, për të zbërthyer këtë ushqimin që ne kemi konsumuar, dhe në këtë mënyrë trupi jon dhe stomaku jon do jetë më i lehtë dhe gjumi jon do jetë më cilësor. Përveç frutit të papajës, dhe në fakt këto do t'i blej më vonë, në mënyrë që të bëj një gjumë cilësor në shtëpinë time, kemi edhe disa elemente të tjerë mjaft të rëndësishëm. Ne përmendim gjithmonë vlerat ushqyese, të cilat ato asnjëherë nuk duhet i shmangim, dhe duhet fjalë pikërisht për lule shtrydhen. Lule shtrydhja vjen në këtë formë të tillë në pikat e dyqaneve Neranzi Organic Market, e dehidratuar dhe e cila në fakt përmban një sasi shumë të konsiderueshme të vitaminës C. Vitamina C është një antioksidant i cili ndihmon në neutralizimin e radikaleve të lira në trupin tonë. Kur këto radikale të lira neutralizohen, atëherë stresi oksidativ, ngarkesa e radikaleve të lira zvogëlohet.
Dhe duke u bërë ky zvogëlim apo duke u bërë ky kundërveprim, atëherë edhe cilësia e gjumit ton do përmirësohet. Dhe për të vazhduar më tej përveç luleshtrydheve, sepse patjetër alternativat në dyqanet e Neranz Organic Market janë të pafundna, unë do përmend disa fruta të tjerë, të cilat në fakt vazhdojnë të jenë mjaft interesant. Ku piepri vjen përsëri në këtë formë të tillë, i ngjashëm me papajën, por ka një specifik tjetër. Piepri në fakt nuk njihet për enzimat e tij, nuk njihet për aftësinë trecë që ka në stomakun ton, por ai kontribon në një formë tjetër. Ai sjell fibra të shumta. Ai sjell ato fibrat, të cilat ndihmojnë shumë sistemin ton gastrointestinal. Ky sistem është, le të themi, një urë komunikuese ndërmjet dhorës edhe trurit. Një nga komunikimet më të rëndësishme që si gjithë sistemi ynë nervor, por edhe ne si njerëz kemi për të na siguruar një mirëqenie të mirë të jetesës tonë, të stilit tonë të jetesës, të gjumit tonë, të hormoneve tona, por gjithashtu edhe të ndjesive që ne përjetojmë dita ditës. Nëse ky komunikim ndërmjet zorës edhe trurit nuk realizohet si duhet, atëherë shqetësimet do jenë nga më të ndryshmet, duke shfaqur problematika apo manifestime në stres, depresion, angst, probleme me tretjen, por edhe manifestime në cilësinë e gjumit. Dhe duke konsumuar fruta të tilla, të pasura me fibra, atëherë ne japim mundësinë të gjithë këtij sistemi gastrointestinal me këto baktere të shumta që në fakt gjithë pesha mikrobiotës tonë intestinale është përafërsisht 3 kg, dhe duke i mirëushqyer këto baktere, atëherë ne sigurojmë vetes tonë dhe një cilësi më të mirë të gjumit. Për të vazhduar më pas në një tjetër frutë të thatë që në dyqanet e Neranz Organic Market nuk mungojnë asnjëherë, do flasim pikërisht për ananasin. Ananasi, një lloj si homologu i vet fruti papajës, ka një enzim shumë të famshëm që është bromelaina. Dhe po të njëjtin funksion si papaja, bromelaina shërben për të tretur dhe për të zbërthyer proteinat. Por një element tjetër shumë i rëndësishëm për cilësinë e gjumit ton është pikërisht melatonina. Melatonina është një hormon i cili në fakt trupi jon vepron sipas një sistemi apo sipas një cikli cirkadian, ku në momentin e zgjimit ne kërkojmë ushqim, më pas ushqehemi, marrim vlera ushqyese, marrim proteina, marrim aminoacide, triptofan, i cili ky më pas konvertohet në serotonin dhe serotonina në melatonin. Melatonina njihet si hormoni i gjumit dhe pa këtë hormon ne nuk do mund të bënim një gjumë të thellë. Por unë do ju tregoj një sekret shumë të veçantë që në dyqanet e Neranz Organic Market gjendet një produkt mjaft famoz, i cili në fakt njihet për aftësinë e tij që ka për të na ndihmuar në tretjen tonë. Zakonisht trajton kapsullakun. Por jo vetëm për këtë problematik, ai është shumë famoz sepse përmban një sasi të konsiderueshme të melatoninës dhe është pikërisht kivi. Kivi dhe hidratuar, përveç aftësisë që ka me fibra të shumta, me vitamina të shumta, me aftësinë e cila na ndihmon në përmirësimin e tretjes tonë, ai ofron një sasi të konsiderueshme të këtij hormoni, melatonin, e cila na ndihmon ne të bëjmë një gjumë mjaft cilësore. Dhe duke konsumuar këtë, parafërsisht rreth orës 7, maksimumi deri në orën 9, ku tashmë jemi në një stin që dita edhe është zgjatur, atëherë konsumimi i kivit do ishte një alternativë interesante. Dhe për të vazhduar më tej me gjithë alternativat e ndryshme që Neranzi ka për të na ofruar, mund të përmendim xhinxherin e dehidratuar, boronicën e dehidratuar, thanën e dehidratuar dhe për mos të harruar frutat e thata si kajsus, ara, bajame, arë braziliane, stika e nga më të ndryshmet që Neranzi asnjëherë nuk i mungon. Këtu kemi të bëjmë me minerale si magnezi, që në fakt është një element kryesor për relaksimin e muskulëve tonë. Duhet që vetëm të vizitoni dyqanet e Neranzit për t'i marrë të gjitha këto vlera ushqyese. Dhe tani do kalojmë te disa super ushqime, të cilat dhe ato janë mjaft interesante. Një nga raftet dhe këndet më të veçanta në të gjitha pikat e dyqaneve të Neranz Organic Market. Para se të nisim me super ushqime, do ju përmend dy produkte të tjera ushqimore. Dy të cilat janë mjaft të rëndësishme për tretjen tonë, për mirëqenien tonë, por për vlerat ushqyese që do na japin, duke përmendur vitamina, proteina dhe yndyrna shumë të shëndetshme, pa harruar edhe ato mineralet, të cilat ne nuk duhet ta mungojmë. Dhe është pikërisht qumshti i bajames. Të gjitha pikat e dyqaneve të Neranz Organic Market, ne kemi qumësht bajame. Në fakt është një qumësht lëng vegetal, pavarësisht se ne i quajmë qumësht, por ka një përqindje shumë të konsiderueshme të proteinave. Ato proteina bimore. Në fakt, proteinat ne i kategorizojmë në proteina bimore dhe proteina shazore, ku diferenca ndërmjet tyre të dyjave, pa diskutim, është përmbajtja me aminoacide. Dhe një fakt interesant për sa i përket aminoacideve, triptofani është pikërisht ai përgjegjësi i cili na
lejon të konvertojnë më pas në serotonin dhe më pas në melatonin. Por, duke konsumuar edhe proteina vegetale, proteina bimore, të cilat hera herë dhe nuk mund ta përmbajnë triptofanin, ato në fakt bëjnë një veprim tjetër. Ato na ndihmojnë që tretja jonë të përmirësohet. Ato na ndihmojnë që stomaku jonë mos të rëndohet dhe ato gjithashtu na ndihmojnë në mënyrë që këto enzima që stomaku jonë ka në brendësinë e tij të zbërthehen, të veprojnë me njëra tjetrën dhe të zbërthejnë ushqimet që ne konsumojmë në mënyrë që mos të ndihemi të rënd dhe gjumi jonë të jetë sa më cilësor. Pavarësisht kësaj, lëngu i bajames ose lëngu vegetal i bajames ka një sasi të moderuar apo një sasi jo shumë të madhe të kalorive, çfarë bën atë një alternativë të shkëlqyer dhe qumshit normal, duke shmangur edhe problemet me laktozën. Përveç qumshit të bajames, një produkt tjetër i cili në fakt nuk njihet për aftësinë e tij për të na ndihmuar tretjen tonë, duke qenë se ka një sasi të konsiderueshme të kalorisë, por siç e kemi përmendur gjithmonë më përpara, kaloritë asnjëherë nuk janë armik. Kaloritë në fakt janë një alternativë dhe janë një burim kryesor ku ne marrim energjitë. Se ku i zgjedhim këto ushqime, se nga çfarë i zgjedhim, apo se si konsumojmë dhe se sa shpesh i konsumojmë, aty fillon ndryshimi për të gjithë mirëqenien tonë. Dhe në fakt gjalpi i kikirikut, një produkt goxha i dëndur kalorik, në fakt ai ofron dhe fibra të shumta. Përveç fibrave, ofron dhe këtë sasinë e konsiderueshme të magnezit, ky minerali që në fakt do duhen 30 emisionet të ndryshme për të folur vetëm për magnezin, i cili na relakson muskujt tonë. Dhe sidomos gjatë periudhës së natës, kur trupi fillon dhe relaksohet dhe aktiviteti i tretjes së stomakut tonë reduktohet, pra ato enzimat le të themi në thonjza bien në gjumë, gjalpi i kikirikut është një alternativë perfekte, duke qenë se ndihmon këtë procesin e tretjes, por na ofron edhe disa elemente të tjerë të cilët stimulojnë procesin e prodhimit të melatoninës. Prandaj gjalpi i kikirikut në sasinë 15 deri në 20 gram para se ne të flem gjumë ose në përfundim të mbylljeve të vakteve tona, do ishte një alternativë ideale për ta zgjedhur. Dhe për të kaluar tashmë tek super ushqimet që Neranzi ofron për të gjithë ju, unë kam përzgjedhur açaj beri. Si çdo frut tjetër i thatë, si çdo frut tropikal, apo si çdo frut pylli, të cilat në fakt janë të pasura me ato elemente ngjyrues, ku antocianinat spikasin, açaj beri në fakt vjen në formën e tharë, vjen në formën e pluhurit, ku të gjitha këto vlerat ushqyese, ku të gjitha këto mineralet, ku të gjitha këto vitaminat përqendrohen, le të themi, në një pluhur të tillë, i cili është mjaft interesant sepse mund të kombinohet në smoothie, do të bëjmë tort, do të bëjmë kek, madje mund ta përdorim edhe për të bërë bolsa të ndryshme me kos, të cilat janë shumë të shëndetshme, duke shmangur edhe ato kaloritë e tepërta, por më rëndësishmja duke marrë vlerat ushqyese. Në fund të ditës, ne duhet të marrim vlera ushqyese, duhet të marrim të gjitha ato elemente, të gjitha ato matricat ushqimore, karbohidrate, proteina dhe yndyrna, sepse pas tirën për këtyre, atëherë ne nuk do mund të mbijetonim. Dhe më rëndësishme mbi të gjitha, ato vlerat e ushqyesja mikro, të cilat janë mineralet dhe vitaminat, që açaj beri i ka në sasinë maksimale. Dhe duke qenë se açaj beri është një pluhur goxha interesante me shumë vlera të paketuara ushqimore, unë do përmendja dy super ushqime, të cilat në fakt bëjnë mrekulli për sa i përket relaksimit të sistemit tonë nervor. Dhe në fakt kohët e fundit ka marrë një zhvillim shumë të madh për sa i përket benefiteve të tyre. Dhe bëhet fjalë për ashwagandën dhe për kërpullën chaga. Ashwagandën në fakt dhe kërpulla chaga janë dy adaptogjen. Adaptogjenët në fakt janë një familje produkteve ushqimore, të cilat ndikojnë drejt për drejt në sistemin tonë nervor. Dhe një sistem nervor i relaksuar, atëherë rrjedhimisht kemi të bëjmë me një muskull më të relaksuar, me një mendje më të relaksuar, me një qetësi mendore më të madhe dhe rrjedhimisht një gjumë më cilësor. Mënyra e konsumimit të tyre është shumë e thjeshtë. Mjafton që ti konsumojnë një lloj si açaj beri në forma të ndryshme, qoftë në kek, qoftë në smoothie apo në bolsa me kos, qoftë edhe me lëngje vegetale si qumshti i bajames, dhe në këtë mënyrë i kemi siguruar vetes tonë ato mineralet dhe ato elementet e rëndësishme për një gjumë cilësore. Unë do të sugjeroj të gjithëve që këto produkte mos të mungojnë në regjimin tuaj ushqimor, në mënyrë që stili juaj jetesës, regjimi ushqimor, por edhe cilësia e gjumit të jetë e përmirësuar dhe në këtë mënyrë të jetojmë shëndetshëm. Unë pjatën time tashme e kam përgatitur, një pjatë plot me ngjyra,
dhe me plot vlera ushqyese. Unë nuk konsumoj gingerin sepse e preferoj shumë.